Të hënën dhe të martën, në Shkup, do të mbahet një samit i nivelit të lartë mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, kushtuar strategjisë për zhvillim dhe planit të rritjes për rajonin. Pjesëmarrëse në samit do të jetë edhe komisionerja europiane për zgjerim Marta Kos. Sipas njoftimit të shpërndarë nga zyra për marrëdhënie me publikun e qeverisë, të hënën do zhvillohet një takim kokë më kokë midis kryeministrit Christian Mickoski dhe komisioneres Kos, pas së cilës do të mbahet edhe një takim bilateral me delegacione të zgjeruara. Samiti do të vazhdojë të martën me 2 panele kryesore. Paneli i parë do t'i kushtohet planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, ku fjalë hyrëse do të mbajnë kryeministri Christian Mickoski dhe komisionerja për zgjerim Marta Kos. Pas përfundimit të panelit, do të bëhet konferencë e përbashkët për media. Paneli i dytë do të fokusohet në zbatimin konkret të planit të rritjes, ku do të marrin pjesë ministra nga vendet pjesëmarrëse, përfaqësues të Bashkimit Evropian, organizata rajonale dhe partnerë ndërkombëtar. Komisioni Evropian konfirmoi të premten se komisionerja për zgjerim do të qëndrojë në Shkup për diskutuar me liderët e rajonit në kuadër të planit të rritjes. Përveç kryeministrit Mickoski, në takim do të marrin pjesë edhe liderët e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi.